Bashkia e Shkodër po vijon ndërhyrjet në terren për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore dhe mbështetjen e fermerëve në njësinë administrative Velipoj. Në fshatin Reç, ekipet e angazhuara kanë realizuar pastrimin e rrjetit kullues, një investim i rëndësishëm për garantimin e funksionimit normal të tokave bujqësore. Ndërhyrjet që Bashkia e Shkodër po bën nëpërmjet ndërmarrjes shërbime publike, sektorit të kullimit të ujitjes në zonën e Reçit është një ndërhyrje jashtëzakonisht frutdhënëse, pasi në këtë zonë kena pastruar vetëm zonën e Velipoj, zonën e Reçit, kena pastruar 18.000 metër linar kanale kulluese. Pra në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuçit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reçit ka qenë jashtëzakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që Bashkia e Shkodër po ka një përkujdesje jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë, dhe duke dhënë një impuls pozitiv bujqësisë jep prodhim, rritje të prodhimit dhe rritje të cilësisë prodhimit. Pra është një fakt që ne kena planifikuar ndërhyrje edhe në site të tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detaju deri në fund të vitit. Pra në pjesën e Reçit, maksimumi mund të kena punë edhe në një muaj, atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësinë e pjesës Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtëzakonisht mirë edhe me bordin e kullimit, pasi po pastrohen krejt skemat. Pastrohen kanalet e 2 dhe 3 nga pjesa e bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pra është fakt që kjo mbështetje le të kënaqur dhe banorët, fermerët duke qartë janë shumë entuziastë edhe për prodhimet e tyre. Sipas të dhënave, vetëm në këtë zonë janë pastruar rreth 1.8 kilometër kanale kulluese, një ndërhyrje që ndikon drejt për drejt në përmirësimin e kushteve të punës për qindra fermer edhe në mbrojtjen e prodhimeve bujqësore. Puna do të vijojë në të gjithë territorin e njësisë administrative Velipoj, deri në pastrimin e plot të rrjetit kullues, me synimin për të rritur sigurinë e tokave të kultivuara dhe për të krijuar kushte më të mira për zhvillimin e bujqësisë në zonë.